Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen këthira. Allahun e madhruar falenderojmë vetëm për ti ndihmën dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet Allah qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe çdo ata që ndjekin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi edhe sot në takimet tona të mëngjesit dhe do të vazhdojmë sot inshallah me hadithet e radhës nga libri Riyadus Salihin. Jemi ende te kapitulli i sabrit, i durimit, dhe kemi thënë se autori në këtë kapitull ka përmendur hadithe të ndryshme që e shpjegojnë sabrin nga kënde të ndryshme. Janë dëshmi këto hadithe se sabri na duhet në shumë fusha të jetës tonë. Madje sabri është krejt jeta. Çdo virtyt i mirë që kërkohet nga besimtari realisht nga një aspekt lidhet me sabrin. Edhe trimëria, edhe guximi, edhe falja, edhe mëshira, edhe bujaria. E kështu me radhë nga virtytet që kërkohet nga besimtari të jetë i pajisur me to, realisht kanë lidhje me sabrin. Prandaj edhe autori ka zgjatë, kemi marrë shumë hadithe deri më tani që ende jemi brenda kapitullit të sabrit. Në vijim autori përmend një rast interesant që i ka ndodhur Omerit radhiyallahu ta'ala anhu dhe tregon se çish kanë qenë të pajisur të parët tanë me sabër. Nga se krahas haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasallam ne duhet që të kemi edhe njohuri për të parët tanë, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, tabiinët, gjeneratat pas tyre e kështu me radhë. Nga sa ata janë realisht dëshmitarët e shpalljes, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe janë realisht ata që pejgamberi ka dëshmuar se ata janë kompetent të dorës së parë, të safit të parë për kuptimin e drejtë të fesë. Prandaj çdo kuptim i fesë tonë duhet realisht të krahasohet me kuptimin e të parëve tonë. A e kanë kuptuar ata kështu fen, a se kanë kuptuar? Çu kanë kuptuar ata jetën çështu e kuptojmë edhe na. Çu kanë kuptuar ditën çashtu e kanë kuptuar, çashtu e kuptojmë edhe na. Për shkak se ata e kanë dëshmuar shpalljen, kanë jetuar kohë të pejgamberit dhe e kanë kuptuar fen më mirë se gjithë që kanë pas tyre. Edhe në aspektin e kuptimit, po edhe në aspektin e praktikës dhe zbatimit. Andaj transmetoni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se thotë ka ardhur Ujejnë e Ibn Hisan, një nga njerëzit asaj kohe, të djali vllau i tij apo. E ky djali vllau i tij ka qenë Hur ibn Qais. Hur ibn Qais ka qenë njerëz të mençur që Omeri radhiyallahu ta'ala anhu ka pas afër veti. Omeri të ndruazë ka pas një rreth njerëzve nga dietarët e sahabeve, njerëz të mençur, të urtë, njerëz me përvojë që i ka konsultu, ka pas neje me ta, dhe ka pas muhabetet nivelit lartë, sikurse me si një shambull, me dallime mirë, po deri vonë kohën tonë që kanë qenë odat, ku kanë diskutu për temat rëndësishme, është folë për punë të mëdha e kështu me radhë. Dhe Omeri ka pas njerëz afër veti, që kanë qenë nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, po ka pas nga tabiinët, gjenerata e dytë, që ka nejt më Omerin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe me hynë në këtë nej, nuk ka qenë kush me koni pasur, nuk ka qenë kush me pas pozit, po ka qenë kush me koni meqëm, ka qenë kush me koni devatshëm. Nëse nejat e ndërtu në bastë të menqurisë, pjekurisë, përshka këse si folë muhabetet kota, muhabetet palidhje, muhabetet dëmon të nivelleve të ulta, po nivellet dëmon të nivellit të lartë që flasin për çështje madhore, ka folë për punë të mëdha. E Omeri nuk ka liu që gjithkush me hinë këtë nej. Për shkak se, sikur se përmana, niveli i muhabetit ka qenë nivel serioz. E që ky Ujejnë ka arte, do në djali vllaut vetë, Hur ibn Qais, edhe i ka thonë, a ka mundësi me më leju mas që marë për largut, me marë pjesë në nejen me Omerin radhiyallahu ta'ala anhu.
I ka thonë kjo Omerit, ka thonë qështu ardhë, agja jam pi largë, edhe a banë me marë sot me veti nej, ka thonë Omeri, merë me veti. Pse ka merë me veti? Pse njeri me që me thonë, haj, atë marë, merë. Edhe si ka ikën nej, ka marë lejemi të Omeri, radiallahu ta'ala anhu, ka fillu me fjalë të pahishme. Ka thonë, o i biri Hatabit, kjo konë halife, e ka pasam emirul mu'minin, prisi besimtarve. Mas pari s'ka dit me e thira. Që të në vëzër, kër i bën mirë njerëzve ignorant, të marin qafë. Kjo ignorant, nuk di musil, dhe se me kuptu kë ka pozitë, me respektu kë drejtë e halifës. A dini kështë konë Omeri, radiallahu ta'ala anhu. Jo në kuptim që ai ka qenë arrogante, ka qenë diktator. Mirë, po neja kërkoni fërlej edukate, je musafir, nga që po të muhabeti, ku kanë metë, tani ka punë muhabet, tani gjuhë mënyrën. Ky s'ka gjetë as mënyrë, as metodë, as sabër, as konsiderat, as respekt, as dërsim që e kalon me nejt, nej, veç direkt kanë, o biri Hatabit. I ka thonë Omerit. I ka thonë, wallahi, nuk po na jep ti që është duhet. Mund të s'po na jep nga pasuria që është duhet. Edhe ka thonë, nuk je të gjyku me drejtësia. Kanë dëshmu për drejtën e Omerit edhe armiqtë të Omerit. Edhe da që sot e studiojnë biografinë e Omerit dëshmojnë se Omeri radiallahu ta'ala nuk ka qenë nga udhëheqët më drejt mbi sipërfaqen e tokës. Janë të njohura rastet e shumta që e dëshmojnë me çfarë drejtësie ka gjyku Omeri radiallahu ta'ala anhu. Se për këtë pasurisë, njëherë djali i tij, Abdullah ibn Omeri, ka bërë tregti. Edhe i ka vendosur disa deve me nivel me ishita. E njerëz ka vetë, ku janë këto deve, ka në djallit halifës. Edhe i ka shit, s'ka shit pësor djalli halifës. E kanë gjuft, Ibn Omerin e kanë gjuft, djalli Omerit e kanë gjuft, e si njërë djetarë, njërë e ka pas vetë, amën vetë. Edhe Omeri ka thonë, qka e të bu këtu? Ka thonë, për shes do deve që i ku marë pilarë. Ka në pse i ke qitë qitë vetë që to njerëzit me pa, edhe me t'lidh me mua, po që i djalli jem, ka në krejt, to jenë muslimanëve, sadak. Që kur Omeri, s'ka da është asë një thërmin me dvogël, pëse djallit halal e ka pasur më të rekti, që ka gëgale. Po vepë se ka mujt dikush me e lidh me babën e ti, ka nësë duha. Sa që i luftojnë nepotizmin, apo mi punsu akrebate, me fitu në bazë të udhëheci që ki afer e ki diqka, këtu Omeri për i mati i ka qërënjos. Radiallahu ta'ala në hapta. Andaj, kë njëri ka arë një prej të dërguarve të romakve në atë kohë, se ka qenë, shteti islam ka qenë përëndërie madhe, Omeri ka qenë njëri me nam, me famë në atë kohë. E nga romakët e kanë quë një njëri për një qështje të Omeri radiallahu ta'ala anhu. E u hinë Medine, ku e keni ju prisin, ku e ka palatën, qëfar palati kam, prisin u s'ka palat, e kur rënaj kam, ka e ka në që drunjit e përre që te ushti me flajtëve. Kur është ku, prisin muslimanëve i shtra midis një farë druni, o flanë, qetë, rahat, e kër e ka po, ka thonë, i konë i drejtë që ata flanë sigurët. Unë i drejtë i kujtë zullum si ke po që flanë sigurët, se me konë që i ke po t'i kujtë zullum, do një qënë mbrojtë sa me pasë, me rujtë vetën pej, tjerë me të nëzirë hakun. Në Omeri ka qenë i drejtë, ka qenë njëri i donë që standartë e udhëheqës që a i ka pasë nuk janë më të zbatushme, është problemi me majtë ato. Tash kjo pa një pa dy, para këti njëri, në shikoni i thotë, ona s'po na jap se që është duhet. Ona të si i drejtë. Edhe është hidhnu Omeri radiallahu ta'ala anhu. Omeri s'është hidhnu pse e ka kritiku. Se Omeri ka pranu kritika për çdo kujt, sikur që ka anë në transmetime, ka qenë duke marrë një ligjërim Omeri radiallahu ta'ala anhu, edhe ka filluar me folë që, me qenë pak ma të kujdesshëm në dhuratën e martesës. Kur gruaja martohet, i takon një dhuratë e martesës nga ana e burrit saj. A është hak i saj. Mirë vesh sa më i thon mehr. Edhe njerëz ka filluar me arrit meherin. Jo si vakt pejgamberi son, po kanë filluar me arrit meherin, me lyp më tepër. Edhe Omeri ka dalë ka qertu, mos e rriti meherin. Ka fol për këtë çështje. Një grua ka thonë, apo do më nal hakun që Zoti na ka dhënë? Gru. U shuj ka thonë, mos na nal hakun që Allah na ka dhënë.
ka thonë Omeri, gruaja ka mirë, Omeri ka gabuar. Kjo kur Omeri, s'ka pasaj problem të rëzër dikush me qërtua, me thonë, mënyre që ka buke, neja ku e ka buke, ka qenë e papranueshme. Edhe s'ka pas argument, ka fol nga perspektive e ti. Nga se disa njerëz ka njerë për shembull të ndërvozër, nuk gjykojnë me drejtësi, po me çka gjykojnë? Me epshën e tyre apo. S'ke i drejt, pse si i drejt? Pse mos ma ke ato që unë e pelypi, po nëse ty s'ta kanë çaj apo. Pa njerëz nuk kanë drejt. Ka për shembull e livdon një udhëhec, pse ati ja ka kryer një punë. Pse 100 vjet që ka kryer punën s'ka gale, ma ka kryer mua apo. Do kur ta kryen ti punën i drejt, kur ta kryen ti punën, valla, nuk ka rregull. Nuk vjen me bu vetë njëri referencë drejtësisë. S'ban. Po drejtësia diçka tjetër ato. Nëse s'ta ka jap çka ta kanë, s'ta ka jap çka ta kanë, po çashtu do të më ta bëu, ti i drejti. Edhe pse unë se ku marr ato që po kërkoj, po nuk ta kanë. E ku ka kërkuar gjithë që si takojnë. Andaj Omeri është hedhnu apo. E kur ka pa ky djalë nipi i tij, djalë vllauti që u hinu Omeri, një keq se e prishën anë. Ne e tonë ku ma bëjtë të mund të naltë, a burnore, ka pas diskutime të nivelit naltë, ashtë e uli ma bëjtën shumë, me prishën anë. Edhe kur ka po këtë unishëm keq, e i ka thonë, o prisi i besimtarve, ka thonë, dhe më thonë, Allahu i ka thonë pejgamberit vetë, një jetë që është përmbledhje e moralit edhe edukatës e besimtarit. Khudhil afwa, wa'mur bil ma'ruf, wa'arid anil jahilin. Allah i ka thonë pejgamberit ti, se kërse ka në surën Al-Araf, ajeti 199. Khudhil afwa. Përnaje nga njerëzit falen, te i kala. Apo? Pastaj, wa'mur bil urf. Te urna për punë mira, edhe fol mirë. Mos bën nivel të njerëzve. Në ka ardhi kur për shembull flet fjalë pa lidhje. Është më ron nivel tina? Ja, te rre maj nivelin ton. Wa a'rid anil jahilin, dhe shmon nga ignorantët. Domthon mos u merr me ignorantët apo. Ja ka citu këtë atë edhe ka thonë çu kjo është për ignorantëve apo. Çu kjo është njëra, për shkak të e çu kjo për çati që Allah mos merr me ta apo. Njëri ignorant. Ja mundson ton këtë mirësi, më ne më mësu shumë çu çka flet apo. Andaj Omeri radiallahu ta'ala anhu e ka te kalu, thot nga se kane waqafen inda kitabillahi ta'ala, as Omeri ka qenë njëri që e kanal fjale Allahu t'azugjel. Nëse e ka provoku dikush, e ka nëzit dikush, edhe pastaj ka një jetë, unon të ajeti. Me herë të ajeti unon e fa. Se kur që e të zmën këtë rast, Imam Bukhari radiallahu ta'ala anhu. Ma e të nëzër, kjo rast, flet për sabrën, se një jetë ki më sprovu edhe me njerëz me ndjelet, ki më sprovu me njerëz ignorant, ki më sprovu me provokator të ndryshëm. Çka me bo? Me ron nivel tyne? Ja, së është zidi kjo, zbjen musliman nivel tyne. Jo, nuk bën me pas edhe qasje qyqare, me ikë, jo. I po reagon bëj bazën e blereve tua, nivelit tënë, mos bën nivel të ignorant vapë. Të shëmiri më qumë i thonë këti, ti, për shambull, po flet fjallë, pa lidhje, unë e të lash me imra, sa është kja, ma asmiri i njëra e lepë. Se krejt ata të përnishme me ty e dinë se kë njëri gabime ka, keq e ka. Pse të rëzër? Për shkak se kjo ku njëri që ka ardhë. Nej, e parë. E dyta, ata që ka rejtë momentin ka që njerëz krejt me njerëz dëshmun për sinceritetet, dëvëshmërije, gudzime, trimnije. E ata s'kan pa të Omeri diqka që me fol, a i pej largu, pa dit flet çështje që nuk i takuje. A dajte, ndërëzër, do të me bën sabër. Mush me qëllu në nejtë caktume, familjar, mush me qëllu me nejtë, me shok, me meq, me njerë caktume, që ka mos i flet çështje pa lidhje. Flet çështje që nuk takojnë. Ti ki dy zgjidhje në këtë nejë. Neja parë është, qëllimi i parë në këtë nejë është, domethënë, me tentu me i dhonë kahje pozitive dobishme nezma. Këto ma bete se takoj neve. Pse me ronë këtë nivella? Na kena tema tona, flasë ma bete tona, e nëse arrin me e orientu nejen ku duhet, në regullimi, vazhdo. Nëse neja vazhdojnë mu degradu, ma bete t'jen të kota, flasin për gjërë që shu përkasin,
flasin njerëz me ignorancë, pa kompetencë, atëre çupi aty. Në atë ne mos rrejat. Përveçse që s'kën mundësi të më uqu për shkak se ne aqërët, s'paku mos merr pjesë në ato diskutime, po mbyllun vetveten tonë, përmend Allah, thuaj alhamdulillah, la ilaha illallah. Edhe e kalon ato. Do je veç, domthon formalisht, figurativisht jeni atë nej, por jo realisht, të si pjesëmarrës në atë mohabet apo. Qase nuk i takon muslimanit me ron mohabete që e degradojnë besimtarin dhe e detyrim pastaj me ron në nivele që nuk i takojnë muslimanit me kon në ato nivele. Prandaj edhe këtu i duhet sabri besimtarit që të jetë i kujdesshëm edhe në muhabete, edhe në qëndrimin e tij, edhe në reagime kur provokohet nga njerëz që realisht nuk përfaqësojnë një vlerë të saktuar, nuk përfaqësojnë dije, po janë njerëz ignorantë që flasin me epsh edhe me interes apo me mbledhje inate e kështu me radhë. Hadithi razës, hadithi Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu ta'ala anhu, që i thot, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha. Ka thonë pejgamberi sa pas meje do të sprovoheni me një, e ka thujt pejgamberi sa një rrethon, citat, një sprov që quhet athara. Çka është athara? Athara është rrezër kur dikush, si për shembull udhëheci, pushtetari, apo kur do qoftë për shembull të privon nga një hak që takon ty e jap dikujt tjetër. Më ti kitet me një punë, s'tim punë ty japën. Është ndikon që është më se ti. Po ty takon që vën, ty takon që e drejt nuk të jap. Athara jep përparësi dikujt që nuk i takon e përparësi e ty të lën pa mor hakun. Ka thonë për shumë, do të gjeni kësi farloj, do më thonë, situata është në të ardhën shumë, që i japët përparësi njerëzve që nuk e meritojnë. Për shambull në udhëheqje, në punësim, në fusha të ndryshmetitës. Na jemi në qëtë ku, kjo ku më t'ja ka njësë, po na jemi në qëtë ku, shpesher njerëz jo adekuat, jo kompetent, jenë pozitat caktuara, njerëz kompetent, adekuat, nuk janë atje ku duhet me kona. Shpesh e keni pa për shembull në debatet veç televizive për tema madhore, serioze, për shembull zakonisht nuk janë njerëz kompetent, nuk janë njerëz që flasin çka duhet, po janë njerëz që flasin çka kërkohet. Ata flasin çka dushti, veç nëse paguhen ata. Ose për shembull njerëz që dalin aty për me bë skena, me bë sa më tepër shikime e klikime e mas paku përfitohet nga ajo temë që diskutohet aty. Sa ka tema, për shembull, edhe për fen tonë që flitet për tjera çështë, kush flet për to? Thrasin njerëz që bujnë zhurmë, thrasin njerëz që për shembull nuk janë kompetent për tema të tilla kështu më radh. Qëllimi nuk është me sqaru çështjen, qëllimi nuk është që njerëz me kuptu drejt çka duhet, jo. Qëllimi është, domethënë çështë të populli, bën e llog sa të mundesh apo. Mjegulloje sa të mundesh. Krijo sa më tepër paqartësi, huti tek njerëzit. Ç'kjo është qëllimi apo? Fatkeqësisht apo. E ka thonë pejgamberi, do të vjen koha që keni me u ballafaqu, keni me u përball me situata të tilla. E i thonë, e atëre, çka po na porosit o i dërguar Allahut? Çka me bë kur e takojmë këtë kohë? Ka thonë pejgamberi, tu'adun al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ju kryeni punë që ju takojnë e parat që jeni të krijuar kërkon e Allahun me udhon. Çka në këto hadith? Ky hadith edhe hadithi vjues është gjashëm në këtë kuptim se edhe këtu ka sabër. Domthonë nuk mundesh gjithmonë krejt drejtësinë marrë në dunjë. Nuk mundesh. Ku do kuft për shembull, e ke pa të hangon ai tak, pa cenu. Tash çka më bë? Sa cenu në hak më quhet njëri për shembull, morrë, më quhet për shembull në protesta të dhunshme, më quhet për shembull njëri me bë veprime që sillin dëm, a është kjo zgjidhje? Nuk ka zgjidhje. Ka thënë pejgamberi sa në kuptim tu'adun al-haqqa alladhi alaykum. Ju keni obligime, e ata kanë obligime. Nëse dikush se kanë obligimin ndaj tij, ti krij obligimin që e ki. Dhe kjo është zgjidhje të ndodhur domon që thonë madhështore që e ka sjellë pejgamberi për stabilitet shoqëror. Për stabilitet shoqëror. Pse? Njerëzit për shembull të ndodhur nëse
ka ndonjë pushtetar që nuk është i drejtë. Nëse për shembull nuk i plotson kërkesat e popullit që duhet. Mund me qenë një zyrtar i caktuar, mund me qenë për shembull një përgjithës dikon. Kudo çdo kohë, nga manalte tutje të poshtë. Mund të jetë prind që për shembull nuk është i drejtë, fatkeqësisht. Tash njerëzit marrin të drejtën që kur nuk përmbusht e drejta që i takon, nuk kryen obligime ndaj tyne, që edhe ata mos me kryen obligime që i kanë ndaj tjerëve. S'bën kështu. Për shembull të ndodhë. Njëri shkon në punë edhe merr rrugë për çat punë. Se kryen punën, thotë pse? Thotë shefi ku është? E drejtori, e ata në qeveri, e ata që po bojnë në parlament, që po ndodh, apo ata për marrin me ditje të s'po bojnë kurrgjë. Pse me punon apo? Jo, ti puno, ti kryen punën tonë. Gjithë kush komo llogari për Allah për vetën e tij, apo. Me po mu paralizu komplet shoqëria për shkak të një grupi të caktuar, që ata se kryjnë punë që duhet, edhe namaz me kryjnë nuk ka rregull. Ti kryj punën e tua, kryj obligimet e tua. Kuj që takon ty, që ke marrë mbi vete, që ka një kompetenca, ti kryje. E për ato që s'përbushet, kërkaja drejtën tonë, normal, mos rrit çuçan, kërkaja mos rënajm. Mirë po, mos e kërka me dhunë, mos e kërka me duke shkaktu edhe ma tepër probleme, edhe ma tepër dëme, se që realisht ka dëme. Nëse privosh për një drejte, a dëm, po, dëm është. Por nëse qësh me kërku një drejt tonë, me padrejtësi më të madhe, se që tu ka bo ty, dëmi është me i madhë, nuk ka rregull. Andaj, shiko që i balanson qërët pejgamberi Alehi Sazon, në mëson që besimtar me konë suqel, do të me konë njëri që nuk hesht karshish padrejtësive. Mirë po, do të me gjithë njërën, kohën, me gjithë situatën, do të me shipu në pasoja, une pa e kërkën i drejtë. Mirë po, nuk ka rregull, sikur që e kam përmend dietarët të ndrozër që ka njerë që për me ndërtu një pallat e prikshin një shtet. Po njerë, për shembull, parna për njeri mirëzu 500 shtëpia për me ndresh një pallat. Çfarë zullëm o kjo? I rëzon të ndreqe pallatin parzu, pa bo shkelje, edhe kështu nuk o mësimtarë. Dhe çështja e dy që kjo e di në epë është se nëse dikush, për shembull, nëse dikush i bën gjuna Allahut në raport me ty, ti mos ja kthe prap me të njëjtën mënyrë që ti më bën gjuna Allahut në raport me të afër. S'bën kështu afër. Qysh për shembull, që dikush të ndozur dikush në raport me ty nuk të ka dhënë hakun. Mund në konë tash zyrtar, mund në konë njëri që ka përrezi, kur të koftaj? A që kjo gjuna? Gjuna është. Tash, na përmju hakmarë atina, flasëm cene që, për shambull, nuk janë. Kjo qështu, konë, kjo edhe babën e ka pasë. Pse po fletë qasë së puna? Tash të ti po bëjnë gjuna si aj. Aj ka bu një gjuna, ti po bu një gjuna. Donë, ajt ka përbol me gjuna, ti po e përbol me gjuna. Atër të Allah një barabartë. Dhe mos bëjnë gjuna për shkak dikujt. Mos bëj në kurtha të shejtanit për shkak dikujt. Ma e betën tonë ato. E kjo të në sabër. Kjo të në sabër të nërëzorë. Dhe gjithashtu hadithi për fund për sot, i ngjashëm me këtë, andaj për lexoj si shkurt, është hadithi i Usaid ibn Hudairit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë se njëri nga ansarët ka ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thonë: "O i dërguar i Allahut, pse edhe mu s'po më jap një detyrë që ka jap filonit? Filonit ka jap, pse s'po më jap mua që detyrë?" Atëra ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Innakum satalqawna ba'di athara." Ju keni u ballavaçuar me situata të atharas në të ardhmës. Në të ardhmën keni u ballavaçuar me situata kur e meriton së të japë dikur drejt në fund. Andaj, fasbiru, bëni sabër, diri sa të takoni me mua tek haudi. Këtu të ndërëzër ka orë, njëri ka thonë, ja Rasulullah, e pëse mu s'po me japë një detyrë? Se ka thonë për se ka meritu. Andaj, nuk kanë këpun me hatër. Hajtë Allah ile, mas jemi rana, amë dhe mu. Së është kjo, ama mu një detyrë. Mundësë ma mu që ta, që shi tha filonit? Po filonit i këmë thonë për shkak qësaj. Këti si që kuaj. Andaj i ka thonë pejgamberi Ebu Dherrit kush u konë?
ka qenë për shokët njërë, pejgamberi sa, njëri devotshëm me i sinqertë, i për i kallon, pejgamberi sa, o Abu Dharr, mos merr pozit kur, mos merr pozit, mos lyp, edhe i ka thonë, mos të bëh kujdestari i pasurisë së jetimit. Pse? Ka thonë nëse lyp pozit, atëherë, do më thonë, lijesh në pozit, do nuk ndihmon Allahu xhallahu, pse e ke marrë me kërkesë, me lakmi, jo me merita. Andaj, leje Allahu te barë të la me të adhonë nëse ti e meritan. Edhe tjetra, ka unë mëse, merë përsi për kujdesin për pasurin e timi. Pse? Përshka këse Budri ka qenë shumë njëri, me thonë, shumë ka qenë zahid, ka qenë shumë njëri që si ka bu përshqipet dunjoja fara, pëtë. Ka nejë nështë me dit, ka gjëru, ka pak, ka hongër, ka pozë të tishat vjetra, si ka bu i dunjoja përshqipja, pëtë. Po ka unë ti me marë e me në qaf jetimin, se ti matë me kutin tënë, kështu që nuk mush më koni drejt me jetimin, pëtë. E Budherë dhe ma, kush e koni Budherë, mi po, i ka unë këtu dhe tyra mos i merë kura, pëtë. Andaj ka njerë që mund me koni devatë shumë, mund me koni njerë që e kena të afërt, po, do pozitat nuk e japo, mi japo diku që është ma largë. E qysh i adha ati, i adham se ajo për qëtë punë, ti si e për këtë punë. E këtë menagjim e ka bu, pejgamberi me drejtsin e plot. E këti sahabi që ka thonë, si ka thonë, për shambull, nuk të dhash se ti se me, jo me lëndu këto, për i ka thonë, ka marrë koha kur kime meritu e s'ka me të dhanë, e që da që kime bu? Po sabër, po sabër, dhe sa të më takoni tek haudi ku është, ditë në gjykimit është një, do më thonë, borim që vije nga keutheri, nga gjeneti mushët, e besimtar ka me pi uj për ti para se mi në gjenet nga dora e pejgamberit a.s. Kjo është nderë që Allah ja mundësën besimtarve që bojnë sabër, e kanë qenë, do më stabil, në rrugën Allah të barë këtala. A ne këtu të nërëzën këta ditë, pejgamberi a.s. do më në mësën që në raport me ndryshimet e shumëta që i shojmë njëtën tonë, besimtari do të me pas sabër. Ndryshimi nuk vjen me një herë, ndryshimi nuk vjen, do më thonë, me një lëvizje, dë në sabër, generatat ndrohen, deri sa ndrohet situata, ndrohen për shambull edhe qeshtet e mëdhaja. Shoqëritë nuk kanë mundësi me undru, mërëna një dite, mërëna një muje, i dojnë ko. Andaj ti puna për ndryshim, mos puna për rënim, aj për rëzën që të rëzaje, aj për bandë sa kjo zgjidhje. Nëse një rëzën e dy rëzojnë, që 5 tjerë puna një ndërtane, pra, ndreqne. Nuk është zgjidhje veç me shajte, me ofendue, me rëzue, me refuzue, sa zgjidhje kjo për. Zgjidhja është që do kush me punu në kuadrë të sa që ka kompetenca. Prandaj të rëzër, nëse si kompetenca me ndru për shambull shtetin, a ki kompetenca me ndru familjen tonë? Po, vëlla, po ndrojë familjen tonë. Vetën tonë, a mush me ndru? Po, ndrojë vetën tonë. Puna me vetën tonë. Dal nga dal, një ndryshim, një, njerëzve disohen edhe pastaj njerëzit e ndryshojnë situatën vetë për shkak se ata kanë ndryshuar. Jo, pa ndryshu vedia njerëzve, pa donjës nga dehja, se ka dikush i deh njerëzit, fatkeqësisht, apo me forma të ndryshme të fjalimeve, veprimeve, mashtrimeve kështu me radhë. Njerë kërë janë dehën, problem është me i bindë se rruga o kësajt është, të lasha. Do në punë mu këndela ta, mu bindë, mi pa punë ndryshe, e kështu me radhë. Kërë që besimtari i krymë punë të veta. Para Allah, Gjellalu arsvetohet të zëtë, unë që ka pata mundësi bona, unë që ka pata mundësi e kryva, ta është ndorë tonë ti që është e bënë ndryshimin edhe që ka bënë me situatën. Me sabër punë ndryshon, andaj këto të nëzët në përfundim, pejgamberi sa kur thotë bëni sabër nuk është sabër pasiv, nuk është sabër rënë shpejtone edhe izolohë, jo s'është si sabri. Ai thotë bëni ato që të kanë, ti puno, angazhohu. Dhe kjo është sabër aktiv, i durueshëm por punëtor, i durueshëm por gjithmonë në hap me zhvillimet e jetës edhe me përgjithësi që i takojnë. Dhe kjo është të ndërrozër aje që në kam mësuar pejgamberi sa. Dhe kjo është ilaçi për shoqëritë, për njerëzimin, qysh ndryshohet situata, qysh punohet, qysh trajtohet e keqja, por jo me dhunë, me fyrje, me fjalë trona që realisht ato veç acarojnë, sillin konflikte, pa nevojë në shoqëri, edhe ndryshimi realisht bëhet gjithnjë më larg e më larg. Allah na ruaj nga padrejësia, nga udhëhecit zullumçar, e lakmiqarët, pangopur,
na rujtë Allahu Azza wa Jall nga çdo përdorim të ignorantëve ndaj neve, e mendjeletëve. Në mundësot Allahu Xhallahu Ala që njerëz e mençur e turp në udhëheqin e të kemi përpara gjithmonë këtë punë të tona, nga familja e shoqëria e deri në majt më të larta të pushtetit. Allah na mundsoj që na ruan nga njerëz e padrejtë, nga padrejësia, nga ligësia e na bëf sebeb për ndryshim pozitiv në të gjitha nivelet e shoqërisë. Allahu shpëlef me kaq për sot. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.